pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Ball për ball me Perëndin. Lutja. O Atë, po të duash, largoje këtë kup nga unë. Megjithatë, mos u bëth vullneti im, por i yti. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 22, vargu 42. Nga të gjithë vendet në Izrael që janë të rëndësishme, asnjë prej tyre nuk më emocionon më shumë se sa kopshti i Getsemanes, në shpatet e vogla të malit të ullinjve, përtej qytetit të rrethuar, ku kupa e artë e xhamisë së Omarit ndriçon në qiell dhe shndrin në dritën e hënës. Por çfarë është kaq prekse rreth Getsemanis? Në fakt, ne e dim me siguri se ky ishte vendi ku Jezusi, jashtëzakonisht i ngarkuar nga ajo që po ndodhte, e zbrazi ankthin e tij para Perëndis. Pemët e ullinjve janë shumë të vjetra. Botanistët besojnë se ato ose ishin lastar në pemë në kohën e shtektimit të Jezusit në tokë, ose kanë qenë pemë që gjatë asaj kohe. Fjala Getsemani do të thotë shtypje ullinjsh. Dhe sot ende i shohim ato gurë të mëdhenj të mullinjve që shtypnin ullinj për të prodhuar vajin që përdorej për gatim, për ndriçimin e llampave dhe për shërim. Ndërsa kryqi e priste përpara, Jezusi i mori dishepujt dhe shkoi në Getsemani, ku u takua ball për ball me Atin. O Atë, po të duash largoje këtë kup nga unë. Megjithatë mos u bëth vullneti im, por i yti. Turmat nuk ishin atje. As 12 dishepujt që i kishte zënë gjumi. Vetëm Jezusi, që u përul dhe u lut, ndërkohë që një vetmi si perde mbuloi vendin. Gjithçka që shumë njerëz e kanë përjetuar kur kanë arritur në pikën e dëshpërimit absolut dhe janë gjunjëzuar të përulur para Perëndis dhe kanë derdhur gjithë ankthin e tyre në lutje të zjarta, të vulosura me lot përvlues. Asgjë nuk mund të jetë më e thellë, më serioze dhe më domethënëse. Në shembullin dhe lutjen e Jezusit, unë shoh disa udhëzime që formojnë një model ku përballemi me Getsemanin në jetën tonë. Së pari, Jezusi u lut Atit. Kjo flet për një marrëdhënie. Ai e dinte që ishte biri i Perëndis. Asgjë nuk është më thelbësore kur bëhet fjalë për lutjet e përgjigjura, sesa të dish se je biri i Perëndis me anë të besimit në Jezus Krishtin, i birësuar në familjen e madhe të Perëndis. Duke qenë se jeni bij të Perëndis, ai dëgjon lutjet tuaja. Më pas Jezusi u lut personalisht. Ishte diçka që ai duhet ta bënte, dhe është diçka që edhe ju duhet ta bëni. Takoni ball për ball me Perëndin. Gjithashtu Jezusi u lut me ngulm. Mateu na tregon se 3 herë Jezusi e zbrazi shpirtin e tij në lutje të thellë dhe të zjarrt. Ky ishte biri i Perëndis. A nuk e dëgjon Perëndia lutjen time herën e parë kur lutem? Sigurisht që e dëgjon. Por ka çaste kur ne duhet ngulmojmë në lutje, duke u mbajtur tek premtimet e Perëndis, duke kujtuar që të fokusohemi tek ajo që ne po i kërkojmë Perëndis të bëjë. Jezusi poshtu u lut sipas vullnetit të Perëndis. Pasazhi origjinal thot se Jezusi u lut dhe tha: O Atë, po të duash largoje këtë kup nga unë. Megjithatë, mos u bëth vullneti im, por i yti. Forma më e lartë e besimit është kur ne lutemi dhe themi sido që të jetë Perëndi, duke i dorëzuar vullnetit të Atit, duke i besuar atij për hirin dhe forcën e tij për të bërë atë që ai do. Kjo e lë gjithnjë hapur derën për Perëndin, që ai të përgjigjet lutjes suaj, ndryshe nga ajo që ju mendoni se ai do të përgjigjet. Dhe çfarë ndodhi? E çliroi gjë atë që ai të mos e pinte atë kup vuajtje? Jo. Perëndia dërgoi një angjëll, i cili e forcoi ndërsa ai lutej edhe më me ngulm. Për të qenë të sinqert, Perëndia nuk na çliron gjithmonë nga likësia apo nevoja që ju shtyn të takoheni ball për ball me Perëndin, por ai ju jep forcë dhe hir për të duruar dhe për të duruar me gëzim. Kurrë, asnjëherë mos keni frikë të flisni ball për ball me Perëndin në kohë nevoje, sepse vetëm atëherë ju do të zbuloni hirin e tij. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.